relativisht nëse krahasohet me popujt e tjerë, ka filluar leximi të shqiptarët në mas të gjerë bukurvon në fund të shekullit të 19 me hapjen e shkollave të para shqipe, që atë botë quheshin mësonjetore, ndërsa pastaj për të kulmuar në faza të ndryshme të mëvonshme, edhe për të pësuar rënje, siç është koha që ne po jetojmë në dekadat e fundit, mirë po normalisht jam optimist se në këtë drejtim do të ketë një gjumë e që pas gjumit normalisht pritet një zgjim dhe shpresojmë që ky zgjim pas këtij gjumi të thellë ndoshta që është për momentin që të jetë më i gjallë edhe normalisht kthimi që të jetë edhe më i madh siç ka qenë në të kaluar. Dhe nëse krahasojmë me brenda disa dekadave, kemi pasur ndonjë periudhë kur leximi ka qenë më i kënaqshëm në shoqërinë tonë? Ajo që duhet pranuar përkundër gjitha të këqijave që ka pasur komunizmi, në kohën e atij sistemi ka pasur një çrrënjosje të analfabetizmit, një shtrirje më të gjerë të leximit, pa çka që edhe ai lexim pastaj është shoqëruar edhe me tmeta të tjera, siç ka qenë tazëm cenzurimi i librave të ndryshëm me tekst të atyre fetar, ose edhe shkrimtarëve të ndryshëm, le ta zëm siç ka qenë Gjergj Fishta me veprat e tij e kështu me radhë, edhe për të ardhur në kohët e sotme në këtë që më shumë do ta quaja si një lexim cilësor, sesa mbase edhe si humbje e leximit në tërësi. Numri i lexuesve sot është shumë më i madh siç ka qenë në të kaluarën, mbase edhe do të jetë i papërsëritshëm numri i lexuesve, mirë po në kuptimin aktiv nuk është ashtu siç ka qenë në të kaluarën. Në të kaluarën ka pasur libra më pak dhe lexues ka pasur më të pak, mirë po përqindja e leximit të atyre që kanë ditur shkrim lexim ka qenë shumë më e lartë sesa kjo që kemi sot, paçka që shtrirja e librave, leximi në përgjithësi është shumë më i madh sesa që ka qenë në të kaluarën. E mbaj mend kohën kur huazonim libra për të lexuar, ndërsa sot nuk dëgjojmë për diçka të tillë. Madje sot as nuk dëgjojmë duke thënë dikush se lexova në një libër diskutohej kështu, mirë po gjithçka sot trajtohet në aspektin, më tha dikush, pash në një video apo leximet e rrjeteve sociale. Të rrjeteve sociale dhe mbase kjo do të ishte vetmja e mirë në këtë aspektin e leximit, ishte një kohë e pas luftës së Kosovës, kur serialet ishin më të përhapura dhe e vetmja e mirë në ato seriale ishte të paktën leximi i titrave, po faktikisht që të mos harrohet në tërësi ajo aftësia për të lexuar. Dhe normalisht që kjo nuk do të ishte gjë e mirë po që ta shohim atë mirësinë e vetme te kjo gjendje, si më thonë, që është e shtrirë për fat keq në këtë kohë.